Sonte, shtëpia e Big Brother Kosova pritet të përballet me një tronditje të fortë. Jo thjesht një hyrje e zakonshme banorësh, por një ndryshim që pritet të prek rrënjësisht dinamikën e lojës. 3 banorë të rinj, 2 vajza dhe një djalë do të hyjnë në shtëpi dhe, sipas pritshmërive, ata nuk do të vinë për të bërë figurë apo për të kaluar kohën kot. Ata vinë për ta trazuar shtëpinë, për ta zgjuar lojën dhe për t'i nxjerrë banorët nga rehatia ku kanë rënë, sepse, le ta themi hapur, shtëpia e Big Brother Kosova ka hyrë në një fazë të rrezikshme monotone. Shumë prej banorëve duken sikur janë aty vetëm fizikisht, jo mendërisht. E aq më pak strategjikisht. Loja është zbehur, debatet janë shuar dhe energjia ka rënë në minimum. Në vend që të shohim përballje, strategji dhe karaktere të forta, shohim gjumë, një pjesë e madhe e banorëve janë kthyer në konkurrent të një gare të pashpallur, kush fle më shumë. Dolce, Labi, Toni, Benita, kushtrimi, emra që duhet të ishin shtyllat të lojës, sot për sot duken më shumë si pushues sesa si banor të një formati kaq të madh. Shtrihen, flen, zgjohen, han dhe kthehen sërish për të fjetur. Ditë pas dite, e njëjta pamje, i njëjti ritëm, e njëjta apati, publiku nuk paguan, nuk voton dhe nuk ndjek Big Brotherin për të parë njerëz që flen gjithë ditën. Kjo nuk është shtëpi pushimi, nuk është hotel dhe as sanatorium. Është një garë. Dhe kur gara shndërrohet në rehati, atëherë ajo humb kuptimin, pikërisht këtu hyjnë në lojë 3 banorët e rinj. 2 vajzat dhe një djali që do të hyjnë sonte pritet të jenë elementi që do ta thyejë këtë qetësi të rreme. Ata do të përballen me banorë të lodhur, të rehatuar dhe ndoshta të frikësuar nga çdo ndryshim. Dhe kjo është arsyeja pse hyrja e tyre është kaq e rëndësishme. Banorët e rinj nuk kanë luksin e gjumit. Ata hyjnë vonë, me nevojën për të provuar veten, për të zënë vend dhe për të lënë gjurmë. Ata do të pyesin, do të ngacmojnë. Do të flasin dhe do të kërkojnë reagim. Dhe pikërisht ky reagim mungon prej kohësh në shtëpi. Është turp që disa banorë vazhdojnë të mbahen në shtëpi pa dhënë asgjë. As debat, as lojë, as strategji, as emocion. Vetëm prani boshe. Nëse dikush hyn në Big Brother vetëm për të fjetur, atëherë më mirë të shkojë në shtëpinë e vet, në shtratin e vet dhe të flejë sa të dojë. Sepse Big Brother nuk është vend për kotësi, publiku po lodhet. Dhe kur publiku lodhet, formati rrezikon. Prandaj sonte është një mbrëmje kyçe. Ose shtëpia zgjohet, ose bie përfundimisht në rutinë. Hyrja e 3 banorëve të rinj është një test për të gjithë. Për ata që kanë fjetur, për ata që janë rehatuar dhe për ata që mendojnë se mjafton të jenë aty pa bërë asgjë, Big Brother Kosova ka nevojë për jetë, për zëra, për përplasje idesh dhe karakteresh. Ka nevojë për njerëz që nuk kanë frikë të prishin qetësinë, sepse vetëm kështu lind loja e vërtetë. Sonte, dera hapet. Dhe bashkë me të, ose do të hapet një kapitull i ri për shtëpinë, ose do të zbulohet qartë kush meriton të vazhdojë dhe kush jo. Një gjë është e sigurt, koha e gjumit duhet të mbarojë. Dhe sonte, shtëpia e Big Brother Kosova ose do të zgjohet, ose do të dënohet nga publiku.